Mi mbrëma ky mesazh I sotëm është ekskluzivisht për zonjën e nderuar Yuri Kim, ambasadore e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri. Arsyeja që do bëhet ky transmetim live sot si mesazh për ambasadoren ka të bëjë me një situatë gjysmë komike, gjysmë serioze që ka ndodhur sot në një postim të ambasadës amerikane në Instagram, sa kuptova, ku një qytetar I thot zonjës Yuri Kim, Albanian-Chinese friendship is an old and lovely story always. Have a nice time in Pogradec. Bën pra një ironi duke aluduar për një pozicion të ambasadores, por dhe të asaj personalisht sikur është kineze, sepse ambasadore reagon direkt, e shqetësuar dhe thoja, dhe I thot që jam e habitur me këtë koment, ti mirëpritur të vish në ambasadë të diskutojmë. Dhe unë mund të të shpjegoj ty për vendin tim krenar si një vend I emigrantëve dhe jam shumë e habitur që ju më quani kineze. Thot, jam shumë e hapur për të pirë një kafe me ju dhe të diskutojmë. Dhe kam shumë sinqertesë. Duke qenë se mas ma ka bërë këtë ftesë, unë kafe dhe nga marë, nuk jam me Andrean këtu. Se Andrea, që s'ka thonë, unë s'kam asi lidhe me Andrean, kur flet Andrea lidhe me ambasadën amerikane, ambasadorën, administratët e tjere, ka vendimin e vetë, ka vendimin tim, ky nuk është këtu pra. Dhe Andrea ka sjell kafet, se ta që do pi kafet me Andrean, se me që me ambasadorën se kam shansin. Ky mesazh drejtohet ambasadores dhe unë jam I bindur që do t'ja përkthejnë. Do t'ja përkthejnë sepse ky mesazh do të jetë shumë interesant sot dhe ajo do e marrë vesh që ekziston. Përgjithsisht që në vitin 2008, kur në ambasadën amerikane, që ishte Withersi, fitoi Obama, unë se pata më kur luksin të isha I ftuar më në atë ambasadë. Mbase sepse në 2008 unë organizova, themelova një klub, klubi miqve të McCain. Se ju kujtoni se unë kisha vetëm me Trumpin këtë punë. Kemi pas gjithmonë me konservatorët, me republikanët amerikanë. Kam qenë shumë aktiv gjithmonë me republikanët amerikanë, jo me Clinton, jo me Obamën, jo se kam ndonjë gjë me ta, por thjesht për arsye të pozicionimit që unë kam. Dhe që nga ditë nuk shkela më në atë ambasadë, nuk pata asnjë shans që të komunikoja. Madje një herë Arvizuja, që zvendçoi Withersin, Arvizuja më provokoi publikisht në një aktivitet të shoqërisë civile, nuk u afrua tek stenda e panairit ku isha unë, përveç se unë këtë gjithë shkoj, vetëm që unë nuk erdhi, edhe më tha nga larg. Altin tha, mos u merr me politik, merru me shoqatën. Ma thoshte një amerikan, s'do ta besoja kurrë, po më ka ndodhur, ma ka thënë. Me fjalë, amerikanët janë flamurtarë të drejt lirisë fjalës. I vetmi kontakt që kam pas me amerikan ka qenë në kontakt distancë me Arvizun në vitin 2011 duket se I bie, I cili më provokoi publikisht, por më dha mesazhin që ne s'kemi punë me ty se ti merresh me politik. Që ka ndaluar të merresh me politik. Para këtij ambasadori Arvizus, unë kam pas marrëdhënie të shkëlqyera gjithmonë me ambasadën amerikane që vitet 90 deri 2000. Një pjesë të madhe të financimeve që unë kam siguruar për organizatat që drejtoja, vitin nga ambasada amerikane, nga USAID. Madje në vitin 2000, unë, sekretari I Këshillit Trinor, mora në emër të Këshillit Trinor çmimin e qeverisë amerikane për gjithë Evropën lindore si organizata më e mirë në Shqipëri. Yes. E kam me video, vëse e kam video, u bë sebeb ky rast do ta konvertoj në MP4, do ta transmetoj këtë javë, ku vetë përfaqësuesja, kryetaria, drejtoresha e përgjithshme e USAID-it erdhi nga New Yorku dhe ma dha çmimin mua ke Hotel Tirana. Kemi qenë ja 200 veta në sallë. Ai ishte një çmim që vlerësonte punën e organizatës që ne drejtojmë, që është organizata më e madhe në Shqipëri, e cila kishte marrë financimet e para nga ambasada amerikane, nga USAID, nga programet e qeverisë amerikane. Se ka që thonë që unë ka marrë shumë para nga Sorosi.
është Bart Kadilli. Dhe Bart Kadilli do ja dhjesim nesër dhe pas nesër, duke treguar gjithë historinë e rrenave të tija, se gjitha Sorosit janë të gjithë gënjeshtar të pacip. Soros ka mbuluar në 3% të gjithë buxhetit të organizatave që unë kam punuar, në që jam qenë drejtues. Ambasadë amerikane i USAID kanë mbuluar zëra shumë të mirë, shumë të rëndësishme. Nga më kryesorët, madje nga ato më të rëndësishmit mbijetues. Dhe unë nuk jam pro-amerikan sepse Amerikanët paguanin për organizatat që unë punoja, por unë jam pro-amerikan që vitin 90 që s'kishte asnjë lloj organizate në sfond, kur shpreheshim hapur. Pro-amerikan kështu brenda vetes që na qenë gjithkohës, ne po themi kështu të organizuar. Pse pro-amerikan? E ka shpjeguar Nikola Pashic. Kush do thoni ju? Nikola Pashic. Kush është Nikola Pashic? Është një nga kokat më të mëdha të Jugosllavisë, serb, i cili mund të konsiderohet një nga anti-shqiptarët më të mëdhenj të historisë. Nikola Pashic, në një korrespondencë me Venizelos, mbas kongresit Lushnjës, i thot atit: ne e pranojmë një Shqipëri të pavarur, por me kusht që ajo të jetë e dobët dhe e palumtur. Fiksoni mirë. E pranojmë, thoshte Pashic, Shqipërinë të pavarur, me kusht që të jetë e dobët dhe e palumtur. E dobët, besoj s'ka nevojë t'ja shpjegoj, por kjo e palumtura çfarë ishte? E palumtura është një projekt, nuk është një gjendje. E pranojmë të palumtur. Si? Ç'ne? Ato mund të bëhen të lumtur. S'do t'i lejmë kur të jenë të lumtur. Por po ashtu Nikola Pashic i shpjegonte Venizelosit që duhet të kenë shumë frikë, po shumë frikë ama, se nga dëshpërimi shqiptarët mund gjejnë një aleat fuqishëm. Dhe në atë moment serbët dhe grekët do humbin davan. Kjo ka ndodhur. Sa herë amerikanët janë kujdesur për shqiptarët, shqiptarët kanë shpëtuar. Kanë shpëtuar nga planet diabolike të shovinistëve fqinj, që kanë pas vetëm një projekt, zhbërjen e Shqipërisë. Sa herë amerikanët janë konsideruar aleati shqiptarëve. Kujtojmë vitin në 1999, se si u shtirua Kosova, por para kësaj duhet kujtojmë 1991, kur erdhi James Baker në Tiranë dhe doli gjithë populli rrugëve të Tiranës, përfshi dhe mua, dhe ishim kaq të lumtur që ai kishte ardhur për të shprehur të vërtetën tonë, sinqeritetin tonë, se çfarë ishim ne në të vërtetë. Nuk ishim ata zboristat e Enver Hoxhës me pushk që bënim qitje që na vendosin figurat e presidentëve të Amerikës, qelloni amerikanin na thoshte. Jo, ajo që ishte ndjeshmëria e brendshme e popullit shqiptar, që një dashuri e jashtëzakonshme për Amerikën, ku përfshihet edhe dashuria ndaj modelit, edhe mirënjohja ndaj rolit. Shqiptarët, kur kanë gjetur Amerikën, kanë gjetur shpëtimin. Dhe kjo na bën ne pro-amerikan. Po kush jemi ne pro-amerikanët? Nuk është shumë e vështirë ta kuptosh. Dhe 30 vjet është e qartë. Pro-amerikanët më të mëdhenj në Shqipëri kanë qenë gjithmonë djathtas. Ata majtas e kanë pas shpirtin dhe zemrën ke rusi, te kinezi, te Serbia. Sepse kjo është historia e tyre. Pikërisht sot, në një moment shumë interesant ku Yuri Kim është shqetësuar, pse shqiptarët në rrjetet sociale nuk pushojnë së thëni Kinezja, Kimetja, ajo Kinezja, ambasada Kinës. Nuk ka faj që është shqetësuar për dy motive, politike dhe personale. Unë kam gjetur pikërisht të moment për t'u drejtuar Yuri Kim, që t'ja përkthejnë këtë video, jam i sigurt që t'ja përkthejnë për shkak të asaj që do themi sot, se problemi nuk është ajo të sqarojë ndonjë shqiptar, që ajo nuk është kineze. Problemi është që ne shqiptarët, jo të gjithë, disa, kemi mundësi të sqarojmë ambasadoren se pse po ndodh ky fenomen në Shqipëri. Përse shqiptarët e quajnë Yuri Kim kinezja? Sepse këtu ka dhe element racizmi. Dhe unë nuk jam as pak dakord, dhe ashtu si unë edhe ju. Por, këtu ka një gabim. Yuri Kim nuk është kineze. Yuri Kim është koreane. Dhe sa ka vujt Korea prej kinezëve, pak kanë vujt. Vetëm vietnamezët dhe kinezët kanë vujt kaq shumë. Yuri Kim ka arsye politike dhe personale të jetë shqetësuar. Të jetë shqetësuar sepse ti thuash një koreani
dash shtetas Amerikan, dash shtetas i Koreas së Jugut, dash ku do të jetë, o kinez, është si me thonë një shqiptari, o serb. Më besoni këtë që po e them. Korea e Jugut ka shpëtuar për shkak të rolit jashtëzakonshëm të Amerikës. Dhe kjo e bën Koren e Jugut konkurrent me popullin shqiptar për të qenë më pro-amerikanët në botë. Edhe njerë, e bën popullin e Jurikim, në origjinë flas, sa është tashmë ajo ka popullin amerikan, e bën konkurrent me popullin shqiptar për pro-amerikanizëm. Koreanë-jugorët nuk ja harrojnë kurrë Amerikës atë që ka bërë Amerika për ta. Ashtu si dhe ne shqiptarët nuk ja harrojmë kurrë Amerikës faktin që dhe ne ekzistojmë, si pasojë e vetos që vuri presidenti Wilson 100 vjet më parë. Po ashtu edhe për atë që ka bërë për Kosovën, dhe po ashtu për atë që ka luajtur rol të jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Dhe për gjithë shqiptarët. Ti thuash një ambasadori amerikan me origjinë koreane, kinezja, është njësoj si ti thuash një shqiptar në Amerikë, mendoj një ambasador me origjinë shqiptare në Amerikë, serbi. Është vërtet e rëndë. Nuk është punë racizmi, është problem identiteti, por dhe mbi të gjitha identiteti kulturor, historik, etnokulturor. Që do thotë, sa herë ju i thoni jurit kinezja, ju ofendoni atë, realisht shumë. Dhe ajo ka drejtjet e ofenduar. Por ka dy anë. Nuk është vetëm juri me origjinë koreane, por është edhe juri amerikane, që dihet totalisht e shqetësuar që pozicioni i saj si ambasadore e Amerikës në Shqipëri të konsiderohet si me qenë ambasadorja e ambasadës kineze në Shqipëri. Se kjo është totalisht nonsens, por mbi të gjitha është shumë problem. Shumë problem, po të kemi parasysh politikën e Amerikës në botë. Ti thuash një ambasadore në Shqipëri, në Ballkan, në Evropë, ambasadores amerikane, kinezja, ambasadora kineze, kjo është një shqetësim, është një problem. Dhe kjo raportohet në anglisht në për analit Departamentit Shtetit. Pra, ajo ka arsye të ndihet e shqetësuar, e ofenduar, por mbi të gjitha, e përkujdesur që ta ndryshoj këtë realitet. Por ajo nuk mund ta bëjë dot këtë gjë. Kjo është dhe arsye e kësaj video. Sepse është në rrugë gabuar. Do thot dikush, e ja di avokati se di ajo. Jo, avokati e di. Dhe kupton shumë qartë se ka kohë që shpret për këtë çështje. Kur emri i saj u lançua për herë të parë si emrimi Donald Trump për Shqipërinë, unë kam bërë një status shumë pozitiv për faktin se thoja origjina e saj nga një vend që ka vuajtur nga komunizmi dhe që vuan gjysma e kombit nga komunizmi dhe që ka shpëtuar nga Amerika, ashtu dhe shqiptarët ka shpëtuar në rastin e Kosovës nga Amerika. Na mirë kupton, na kupton dhe është në gjendje të na kuptoj. Po çfarë ndodhi? Krejt e kundërta. As na ka kuptuar dhe as po e kuptojmë. As na ka kuptuar fare. Dhe ne çdo ditë e më shumë s'po e kuptojmë. Pse? Po sepse njerëzit që i thonë kinezja e ka një shkak. Cili shkaku që i thonë kinezja? U duket si kineze. Këtu ka një problem. Këtu ka një problem që nuk varet nga jurikim dhe nuk është faji jurikim. Po as është as faji jon. Është ajo që quhet rastësi fatkeqe. Cila është rastësia fatkeqe? Krijimi i një stereotipi. Ku stereotip? Një stereotipi 11 vjeçar. Që kur iku i Withersi, erdhën në Shqipëri njëri pas tjetrit 3 ambasadorë amerikanë. I pari Arvizu, një shtetas amerikan, patriot amerikan, i cili kishte përjardhje meksikano-japoneze. Dhe kur them japoneze, kjo lidhet shumë ngushtë edhe me pamjen e syve që për ne shqiptarët është një lloj dallimi që bëjmë midis racave në botë, jo për racizëm. Pasti erdhi Donald Lu me origjinë kineze, edhe ai kishte syt kështu. Kjo s'ka të bëjë fare me racizëm, është thjesht identiteti i përcaktuar në stereotipin që kemi krijuar ne shqiptarët mbi kinezët. Më pas vjen zonja Juri Kim.
një grua shumë simpatike, shumë e këndshme, e cilë edhe jo, duke qenë Korani, i ka sytë kështu siç është gjithë zona e Azis. Për çfarë do thotë për shqiptarët? E ky është problemi. Po shqiptarët kanë një histori të gjatë, njohje me Kinën. Dhe kur ti njeh shumë Kinën, një Kinë e madhe, dhe vetëm atë ke njohur, ty të gjithë duken si kinez. Çfarë ka Korea, Japonia, Kina, ty s'të bëjnë përshtypje. Madje edhe një pjesë e zonave pranë tyre. S'të bëjnë të duken sikur janë të gjithë kinez. Madje edhe kur shifshin rus të zonave caktuara që kanë afërsi në zonën e Azis, mongolët e tjerë, u duken si kinez. Pra kemi të bëjmë me një perceptim që ka të bëjmë me një histori të gjatë të njohjes që kanë shqiptarët me Azin. U duken të gjithë kinez. Pra kjo ka të bëjmë me fjalën se thosh antropologjikisht të përcaktuar në imazh që duken si kinez. Por ka një aspekt shumë të rëndësishëm që e kthen këtë fjalë në një fjalë stigme. Pra jo një fjalë që është thjesht përcaktuese për keq kuptim. Dikur ne thonim që gjithë kinezët janë njësoj, po dhe kinezëve u dukemi ne gjithë evropianët njësoj. Pra nuk ka të bëjë me një aspekt kaq të ngushtë. Jo. Ka të bëjë edhe me një element historik dhe unë dua të përqendrohem këtu. Dhe Yuri Kim shpresoj që ta kapi mirë këtë pjesë që do them. Këtu kam një shprehje në anglisht, që ta them në fillim dhe në fund. Natyrisht ju nuk e lexoni dot në atë pamje sepse është mirë figura. Është një fjalë që ka shumë bëj me mënyrën se si shqiptarët i shohin çështjet. Do ta lexoj një herë në anglisht, sepse kjo është shprehje që përdoret kryesisht në anglisht. If it looks like a duck, swims like a duck, and quack like a duck, then it probably is a duck. Te u them shqip pak. Nëse ai duket si një rosak, noton si një rosak dhe bën guak-guak si një rosak, atëherë ai duhet të jetë një rosak. Kjo është një shprehje angleze që unë sot jo në statusin e avokatit, më dëgjoni me jo statusin e avokatit, po të një sociologu të specializuar në pjesën në fushën e relativitetit kulturor, që shumë e rëndësishme në rastin për cilin po flasim sot, i referohem një elementi shumë të fortë antropologjik të perceptimit shqiptar. Për shqiptarin, qartas dhe fort, nëse dikush duket si një rosak, noton si një rosak, pra ecë si një rosak, bën guak-guak si një rosak, atëherë është një rosak, jo duhet jetë, po është një rosak. Kjo është mënyrë shqiptare të parit. Pse e përmenda këtë shprehje? Çfarë kuptimi ka? Nëse shqiptarët mendojnë se Yuri Kim është kineze, sepse ngjan si kineze sipas tyre, sillet si kineze sipas tyre, dhe flet si kineze sipas tyre, atëherë duhet të jetë kineze. Pse thash unë gjithë këtë? Sepse ta shpjegoj tani. Këtu kam një tabel, do më japësh çik bojnat. Këtu kam një tabel që ka shqiptarët, korano-jugorët, japonezët, kinezët. Në 11 vjet, të gjithë ambasadorët amerikanë që kanë ardhur në Shqipëri nga Amerika kanë qenë me origjinë aziatike. Dhe të tre i kishin syt si është zona e popullsisë në pjesën e Azisë. Dhe për shqiptarët e thash që të gjitha janë kinezë, sepse atë njohin, nuk e din fare që janë koreanët, nuk e din fare që janë japonezët, u duken gjithë njësoj. Nuk thash për gjithë shqiptarët. Thash për pjesën masive të popullsisë, atë që ndërton perceptim. Pasi kthehemi ke rosaku, nuk ka rëndësi se çfarë është. E rëndësi ka si duket. Po që se duket rosak në pamje, po që se duket, si rosak në pamje, po që se duket si rosak kur noton, a si rosak kur ecën, dhe bën guak-guak si rosak, atëherë është rosak.
Kështu e shohin shqiptarët problemin. Tani, kthehemi ka argumenti kryesor. Përse shqiptarët mendojnë se zonja Jurikim është ambasadorja kineze. Pra ambasadës kineze. Në kuptimin e stigmës që ata hedhin, ironisë. Dhe ta mendosh që kush janë këta shqiptarë që mendojnë kaq gabim. Janë pjesa më pro-amerikane e Shqipërisë, se ju e dini të majtët e kanë shpirtin e Rusi. Mund të ju tregoj sot, që ta marri vesh dhe zonja Jurikim, një histori shkurtër, që shumë e rëndësishme. Kjo histori përcakton pikërisht edhe perceptimin shqiptar. Do ta kishim heqë Andre. Historia e Partisë Komuniste Kineze dhe historia e Partisë Komuniste Shqiptare është shumë e rëndësishme. Është thelbi i gjithë argumentit që sot kemi për të trajtuar. Ne kemi një histori, quhet Partia Komuniste Shqiptare. Kjo Partia Komuniste Shqiptare, pritse pas kam këtu, fal. Kjo Partia Komuniste Shqiptare është themeluar në vitin 1941. Si u themelua? U themelua nga Partia Komuniste Jugoslave, ku dy përfaqësues të saj, dy serb, një serb i drejt për drejt dhe një minoritet serb në Malzi, që ishte Mladen Popović dhe Dušan Mogosha, themeluan Partinë Komuniste Shqiptare si parti motër e Partisë Komuniste Jugoslave. Po jo tamam motër, po motra vockël, po ata i trajtonin si bi, se do që ta bëjë Republikë Shtati në Shqipërinë. Në vitin 1941, kur u themelua kjo Partia Komuniste Shqiptare, ja shiti Shqipërinë Jugoslavisë. Më pas, për arsye që s'do i trajtojmë sot, në vitin 1948, kjo partia jon komuniste prishet me motrën e madhe, Jugoslavinë, dhe gjeni motor dhe më të madhe, atë motrën ruse, që ishte 1948. Dhe pas një periudhe kohe, 1956, filloi gjeti një motor edhe më të madhe fare. Atë motrën e madhe fare, Kina. Partinë Komuniste Kineze. Ta shpjegojmë pak se ç'do thotë kjo. Kjo është historia e Partisë Komuniste. Në fillim që është Partia Komuniste Shqiptare, e themeluar në 1941. Pastaj ndroi emrin në 48-ën dhe e mori emrin Partia Punës së Shqipërisë. Në vitin 91 ndroi emrin, u quajt Partia Socialiste. Këtu kam dokumentin, që zonja Jurikim duhet ta ketë patjetër, duhet të studiuar, që është dokumenti i vitit 1991, si tani para 20 vjetësh, para 30 vjetësh, se flas gabimën, para 30 vjetësh, në 91-shin, ku thuhet tekstualisht, ja do ta lexoj. Partia Socialiste e Shqipërisë, Komiteti Drejtues, Tiranë, më 12 qershor. Numër protokolli 19-12 duket. Ministrisë së Drejtësisë, Tiranë. Ju njoftojmë se me këtë, se në bazë të vendimeve të Kongresit të 10 të Partisë Punës Shqipërisë, si parti politike e njohur, veprimtaria dhe marrëdhëniet e saj, si person juridik, do të vazhdojnë me emrin Partia Socialiste e Shqipërisë. Kryetari i Partisë Socialiste, Fatos Nano. Ja ku e keni, se mos më thoni që rrej. Ja, ky është vendimi. Dhe më pas, kam dokumentin e kohës, që është programi i Partisë Socialiste dhe i miratuar në 13 qershor 1991,
e quajmë të kryer roli dhe veprimtarinë historike të Partisë së Punës, e cila udhëhoqi luftën antifashiste nacionale shërimtare, siguroi shtirimin kombëtar dhe e futi vendin në rrugën e transformimeve të përgjithshme. Pra, fiksoheni edhe një herë, Partia Socialiste njeh si fillimin e saj Partinë Komuniste të 1941 që ka bërë luftën antifashiste nacionale shërimtare. Dakord bashkë? Për ta ilustruar, këtu kam 3 kryetarët e 3 motrave të mëdhoja. Motra parë, Titoja. Motra dytë, Stalini. Motra tretë, Mao Zedongi. E pat, me dokumenta, jo kështu, me fjalë. Këto 3 motrat e mëdhoja, motrën e madhe, një në Serbi, një në Bashkim Sovjetik e një në Kinë, ishin motrat përkatëse. Tani bëjmë llogaritë thjesht, se kjo është pjesa që ka rëndësi më e çik. Nxjerrim këto letrat tu që kemi. Iqi këto, jep këto. Ne kemi këtë tabelë. Kjo tabela është shumë e rëndësishme. Pse është shumë e rëndësishme kjo tabela? Motrat komuniste, Partia Komuniste Jugoslave, Partia Komuniste Bashkimit Sovjetik, Partia Komuniste Kineze, Partia Komuniste Shqiptare. Këto janë motrat. Motrat e mëdhaja me motrën e vogël që është partia jonë komuniste. Tani, pse kam bërë këtë tabelën? Për t'ju thënë juve që këto janë motrat dhe këta janë shqiptarët. Kjo motra këtu, që quhet Partia Komuniste Kineze, kjo këtu, nga viti 56 deri në vitin 1977, apo sipas programit tyre ishte deri në 78, po se pati fundin aq gjatë, ka përcaktuar modelin se si duhen bërë gjërat në Shqipëri. Ka përcaktuar të gjithë atë që quhet pjesën e depersonalizimit total të qytetarit shqiptar, të popullit shqiptar, të shkatërimit, shkretimit, rrënimit total të gjithë shkaje që ka pas historia Shqipërisë dhe që sot ne e paguajmë tmerrësisht shumë shtrenjtë. Ta shpjegoj pse. Derisa ishte Bashkimi Sovjetik, motra modhe, në Shqipëri kishte një trend kulturor europian. Derisa ishte Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik, fiksoheni këtë gjë, në Shqipëri kishte një trend europian, të lindjes, por europian. Kur erdhën këta të Partisë Komuniste Kineze, këtu u zhbë totalisht çdo minimum i mbetur, pa rënuar, pa shkatruar nga komunizmi në Shqipëri. U shkatrua koncepti familjes, u shkatrua koncepti kulturës, u shkatrua çdo lloj koncepti mbi fen, u shkatrua me themel çdo histori, ekzistencë, arsye, karakteristikë, veçantie shqiptarisë. Sepse filloi revolucioni kulturor kinez, që zhbëri, depersonalizoi dhe rënoi dhe atë që kishte mbetur pa bërë shpirtin e njeriut. Në qoftë se komunizmi deri në 60-ën zhbëri fizikisht njeriu, në vitin 1960 deri në vitin 1977 dhe që vazhdoi de facto deri në 90-ën, zhbëri shpirtin e shqiptarit, duke e lejfenizuar. Dhe pjesa më rënuese që i ka bërë shqiptarët sot që janë sot, kaq të depersonalizuar, që kanë harruar që dikur kishte burra ky vend, kishte intelektual ky vend, kishte trima që dishi për Zot t'i veni. Është pikërisht periudha e lejfenizimit shqiptarëve nga modeli që erdhi nga motra e madhe Partia Komuniste Kineze. Dhe shqiptarët e kanë vuajtur më shumë se çdo vend në botë këtë fakt. Sepse i vetmi vend në botë që i ngjante Koresë së Veriut, ishte Shqipëria për shkak të Partisë Komuniste Kineze dhe vetë Kinës, që ishte Republika Popullore e Kinës. Pasi komunistët shqiptar, ata 41-shit me në emër të ndryshuar, Partia Punës Shqipërisë ja bën edhe nënën edhe baban gjithë
popullit shqiptar në nivelin total kultural të fjalës, ekonomik, psikologjik, shpirtëror, madje edhe fizik. Për shqiptarët, kur thu Kina, ke kujtu xhelatin e madh, që është Enveri, dhe mësuesin e tij se si t'ja u bënte shqiptarëve. Pra Enveri, si satrap, që i zhbënte shqiptarët, ja u nxinte jetën shqiptarëve, kishte gjithmonë anash figurën e Kinës madhe. Dhe për shqiptarët ishte e qartë që gjithajo që po i ndodhte atyre vinte nga manualet e Partisë Komuniste Kineze. Dhe për shqiptarët, kur thua Kina, ke thonë motra e madhe e xhelatit që t'ja bënte shqiptarëve të pamundur jetën dhe i depersonalizoi të gjithë. S'na ka bo Rusi, na ka bo Kina. Ata futën atë modelin e tyre të poshtër, komunist kinez, që zhbëri personalitetin e këtij vendi, qytetarit, familjes, njerëzve, e çoi deri në maksimum spionllikun, i ktheu njerëzit në mediokritet total dhe vriste çdo element antikorp psikologjik, shoqëror që shfaqte individi për ta zhbërë totalisht. Orwelli erdhi në Shqipëri jo me rusët, as me serbët. Orwelli erdhi në Shqipëri me kinezët, pasi atë që kishte parashikuar Orwell në 1984 e bën pikërisht kinezët me shqiptarët. Natyrisht, me satrapët shqiptar që kishin modelin kinez për ne. Ndaj dhe kur shqiptarët flasin për Kinën, e ndjejnë thellë në shpirt, udhëm në të gjitha anët, sepse kujtojnë të keqen e madhe. Por Kina kishte një faktor pozitiv. Sa më shumë na shtypte Kina, aq më shumë e donim Amerikën. Dhe shqiptarët e kanë parë gjithmonë Kinën si antipodin e Amerikës. Dhe pikërisht, kjo e përcakton atë fjalën ambasadorja kineze si një stigëm dhe ambasadorës amerikane, Yuri Kim, si një përshkallëzim ekstrem i të keqes që ata shohin te kjo ambasadë. Dhe për çfarë arsye? Ta shpjegoj. Pra, koncepti kinezja nuk është çështje racizmi. Jo. Është çështje ideologjike, politike, kulturore, historike dhe antropologjike, që nuk ka të bëjë me racizmin. Ta theksojmë këtë gjë. Ka të bëjë me gjurmën thellë në shpirt që i kujtohet shqiptarëve nga e shkuara, se sa vuajtën nga komunistët, nga motra e madhe Kina, që mbështeste Partinë Komuniste me emrin Partia Punës, për ta zhbërë totalisht personalitetin e shqiptarit dhe të individit dhe shoqërisë tonë, të zhbënte fen, besimin Zot, të zhbënte kulturën dhe të mbi të gjitha të largonte vite dritë larg atë që kishte në shpirt shqiptari, perëndimin, civilizimin perëndimor, duke çuar larg në linjën e largme nëpërmjet një alienizimi total të personalitetit të individit drejt një lejfeni. Lejfeni e din të gjithë ata që njohin Kinën. Ambasadorja jon për fat mirë e njeh mirë Kinën, shënjojmë dhe ne, ka studiuar për të, si të gjithë ambasadorët e 11 vjetëve të fundit, të gjithë ekspert në çështjet e Kinës. Dëgjoni me vëmendje. Të 3 ambasadorët amerikanë që ka sjellë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 2010, deri në 2021, ishin 11 vjet, nga Arvizuja, Donald Luja, zonja Yuri Kim, janë ekspert të çështjeve të Kinës. Ekspert të mirëfill, koka, nivele, kualitetet larta, të shkolluar shumë lart, ekspertizë shumë e lartë. Pra, kuptojnë shumë mirë këtë që po them. Që për shqiptarin, gjëja më e keqe që mund të përcaktohet si e keqja është modeli kinez. Se e kanë vujtur në kurriz burrat e mëdhej, gratë e mëdhaja, detyroheshin që në pikë të mëngjesit të dilin që në 6 në punë dhe të bënin gjimnastik të mëngjesit si Karagjoz në mes të rrugëve të Tiranës. Keni parë videot. Duhet visheshin në mënyrë më të shëmtuar të mundshme që të ngjanin si lejfeni. Dhe kur guxonte ndërkush të vishte një palë pantallona me estetik, siç ndiqej shumë moda në kohën
kur ishte Shqipëria me motë Rusin, pra Partinë Komuniste Ruse. Jo, kur erdhi Partia Komuniste Kineze, bësh mbledhje partie, filloshin dacibaut, filloshin fletrufet. Ajo muzika si u shëmtua. Mbani mend koncertin Festivalin e Këngës 11, si çfarë ndodhi pastaj. Ishte i gjitha revolucion kulturor kinez. Për shqiptarët, të thua Kina, ke thënë pafundësi të këqija, por ka dhe dhimbje aq të madhe brenda, sa prodhon emocion pafund. Dhe të jerë syt, dhe s'bën dot dallim Kore e Jugut, Kore e Veriut, Japonia po çfarë dushti. Fare mos u bë përshtypje fare. Kinez thojnë, ç'a shohin? Sepse e kanë kurriz dhimbjen e kamzhikut kinez, që e kanë vuajtur nëpërmjet Partisë Komuniste Shqiptare pafundësisht. Nuk po them se erdhën kinezët na e bën, asnjëherë. Po them që komunistët shqiptar morën suportin e modelit kinez. Na e sollën këtu me ekspertët kinez dhe ja bën atë që s'u bëhe shqiptarëve, që s'u kishte bërë kurrë, dhe i veçantuan nga gjithë Evropa si kurrë ndonjëherë, duke i bërë njësoj si ato populli korean të vuajtur të Koreas Veriut. Sepse Shqipëria ishte i vetmi vend në botë që ngjante Koreas Veriut. Dhe ku? Mes të Evropës. E kuptoni sa vuajtje është për shqiptarët të kushtojsh historinë e Kinës në Shqipëri, të Partisë Komuniste Kineze, të motrës së madhe të Partisë Komuniste Shqiptare. Ky është kuptimi që kanë shqiptarët mbi këtë fakt. A ka ndonjë racizëm këtu? Zero. Është çështje historike, ideologjike, politike, kulturore, antropologjike. Vetëm racizëm nuk ka. Ka vujtje të madhe, vujtje në shpirt. E një populli tërë, 3 milion, që kur hikën në Itali me anije, ishin si populli, si më i humbur i botës. S'dua të flas fjalë se ato mund të quhen raciste, që s'ka të bëjë me Kinën, ka të bëjë me terma që ne kemi përdorur në Shqipëri për njëri tjetrin, e për pjesë caktuara të minorancave që ka pas Shqipëria. Ja pra Kina. Kjo është Kina për shqiptarët. Dhe kur shqiptari thot ambasadorja kineze, i kujtohet një histori që t'ja shpjegoj tani. Kjo ishte tabela. Po të shosh, të gjithë të janë motra e vlezër. Partia Komuniste Kineze, Partia Komuniste Sovjetike, Partia Komuniste Jugoslave, Partia Komuniste Shqiptare. E cimi që këtu? Është e rëndësishme këtë tabelë. Mbaj qik, Andrea. Që ndodh? Ka një tabelë krahasuese këtu. Për shqiptarët, mbaj pak Andrea, të tregoj edhe këto fjalë të tjera. Ne kemi një motër të re, një motër të madhe, sa e madhe është elegante kështu, po është me shumë durë e kom, ka shumë gjymtyr, ka pamin oktapodit, quhet Fondacioni Soros. Kjo është motra e madhe, sot, e Partisë Socialiste. Siç ishte Partia Komuniste Kineze, dikur Partia Komuniste Bashkimit Sovjetik, dhe herët më herët, kur u kriju Partia Komuniste Shqiptare, që ishte Partia Komuniste Jugoslave, sot është Partia Komuniste e Soros, që është Fondacioni Soros. Kjo është motra e madhe. Po këtu ka i problem. Te ky problemi këtu, unë kam i tuf me foto, keni gjithë klasën politike në Shqipëri dhe në Kosovë, oqe, me familjen Soros. Sepse të gjitha këto partisë shqiptare aktualisht, janë të lidhura me këmbë dur, me të mirë dhe me të keq, me këtë oktapod. Janë të gjithë në Shqipëri dhe në Kosovë. Dikush nga halli,
si që është për shembull rasti Sali Berishës dhe Ilir Metës, e dikush ka qefi, si është rasti i Erion Velis, Edi Ramës, Luli Bashës, Albin Kurtit, Shpenda Metit, Lulmirit të Kosovës. Por të gjithë këta, po t'i shohësh, tregojnë që ne tashmë në Shqipëri dhe në Kosovë kemi një motor të madhe, një motor që quhet Soros. Por po ashtu, dhe shumë e rëndësishme këtë do të them, shqiptarët besojnë që kjo motra madhe e shqiptarëve ka kapur totalisht ambasadën amerikane dhe departamentin e shtetit dhe gjithë politika amerikane për Shqipëri ka emrin Soros. Unë jam një nga ata që e besoj. E besoj 100%, sepse jam i pari që kam artikuluar këtë tezë në Shqipëri, jo sot. Që kohët Obamës, 2008-2009, kam bërë shkrime madje. Kam denoncuar se si të jesh aktivist në Shqipëri dhe të kesh në një lidhje me ambasadën amerikane, ka vetëm një rrugë. Fondacioni Soros. Dhe unë këtë kam vërtetuar. Momentin që unë i shpalla luftë Sorosit, ishte Bushin pushtet. Kisha marrëdhënie shkëlqyera me ambasadën amerikane. Moment që erdhi Obama, se pash më kurrë derë. Jon, të gjithë ne, kush ne? Ja psa emre. Armir Shkurti, i pozicionuar anti-Soros pro Trump. Basi Çollaku, Kastriot Cipi, Zirkon Disha, e tjerë. Ajo pjesë e qytetarëve shqiptarë, të gjithë pro-amerikan të rëbun, të cilët janë patriot, janë antikomunist, por nuk e duan Sorosin. Nuk e duan as Kinën. As Sorosin dhe as Kinën. As Serbinë dhe as Greqinë. As Rusinë. Sepse janë fakte pa fund. Unë disponoj pa fund të tilla. Se si ambasada amerikane, që kur ka ardhur Obama, është një zyrë e fondacionit Soros. Ky është perceptim personal, i imi dhe i shumë kolegëve të mi, po tashmë është perceptim kombëtar. Kush e ka fajin për këtë? Ata që perceptojnë, apo të që e prodhojnë këtë perceptim? Ambasada amerikane që ka prodhuar këtë perceptim, me sjelljen e saj të rregullt, të palëvizur nga Istikami, për t'i bindur të gjithë që ky është një fakt i vërtet dhe i padiskutueshëm. Shkel do të ka der, po nuk ishe i Sorosit. S'ke shans. As me projekte, as me vizita, as me ftesa, me asnjë lloj gjoje. Këtë ja u them unë, që i kam pas dyert e hapme, ka jo ambasadë pa fund gjithë jetës, deri në moment që erdhi Obama. Pasi erdhi Obama, aty do të merreshe letrën atë, si thosh, ajo karta hyrjes me logon e Sorosit që ty, se s'u e dot më. E dyta, që të kishe punë me ta, e Soros. Kishe gazetar, po mos ishe i Sorosit, ta harroj, s'kisha asnjë shans. Madje se harroj kur, një nga dizinformuesit më të mëdhenj në Shqipëri, kundër Trumpit në fushatën e 2016-s, Gjergj Rebara, mori ftesë zyrtare në 2017-ën, kur ishte president Trumpi, për të bërë një vizitë zyrtare, një mujore, në Amerikë, si gazetar. Natyrisht s'kishte vënë për ata që ishin shprehur për Trump, vetëm ata që ishin kundër Trump. Dhe sidomos që ishin të paguar zyrtarisht nga Soros. Po të mos paguhesh nga Soros, ta harrosh, s'ka asnjë shans. Po s'kishe lidhje me Soros, ka ambasadë amerikane, s'bëhet fjalë. Sepse ambasadë amerikane ka bërë politikën e Sorosit 24 orë në ditë. Çdo ditë, çdo orë, çdo natë, edhe gjatë kohës administratës Trump. Ndërkohë, çfarë perceptimi silte publik? Ambasada Sorosit. Po pritin e tham, Partia Komuniste Serbe, Jugoslave, motra madhe. Partia Komuniste Sovjetike, motra madhe. Partia Komuniste Kineze, motra madhe. Partisë Komuniste Shqiptare, pra, apo jo? Dhe që tham, Partia Komuniste Soros, motra madhe, Partisë Komuniste Shqiptare, të ndryshuar me emrin Partia Punës Shqipërisë 48-ën dhe Partia Socialiste në thënjishën. Tani, problemi është që shqiptarët kanë arritur me një përfundim që motra madhe e Partisë Socialiste quhet ambasada amerikane. Kjo është arsyeja, shumë e thjeshtë, që shqiptarët
thojnë, ambasadorja kineze. Nuk e kanë me Kinën, jo. As me origjinë ambasadorës. E kanë me motrën e madhe. Motrën e madhe të kujt? Partisë Komuniste Shqiptare. Partia Komuniste Shqiptare, me emrin sot Partia Socialiste, e shuar për prodhimin e anti-amerikanizmit total, edhe e demonstruar me çdo mjet dhe çdo formë, me militantët e saj, të gjithë anti-amerikan, nga Gramoz Ruçi i pari, e deri Kerion Velia i dyti, janë ata që kanë karrierën, pushtetin, mbështetjen totale në ambasadën amerikane. Prekosh. Po prit se kam një analizë thjesht tash. Më fal, po kjo ambasada amerikane që është Shqipëri, a përfaqëson Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po si ka mundësi që prodhon këtë perceptim në Shqipëri? Po sepse si atje, si këtu, Soros i bën ligjet, Soros i bën rregullat. Ky është perceptimi. Më fal, po çfarë po ndodh sot në Shqipëri? Ky vend është në krizë, do ekzistojë apo jo? Ky vend po zhbëhet. Ky vend po shpopullohet. Ky vend nga mëngjesi deri në darkë krijon vetëm klimën se si njerëzit duhet binden që duhet ikin. Dhe kështu me këtë ritëm që ka ndodhur gjatë rilindjes, dhe me këtë ritëm që do vi tashin fazën e tretë shpopullimit të Shqipërisë, që është faza kështu finale, ajo e forta fare, ky vend s'po bëhet më. Dhe s'ka si shpresë shpëtoj. Gjithë agjent e drejton, e organizon, e koordinon Fondacioni Soros. Madje ka kontrata në Amerikë me një institut themeluar nga grekët, Center for International Development, në Harvard University, që bën gjithë politikën e rrënimit ekonomik. Të gjithë reformat, PPP-t, zonat e lira, këto ligjet me të grabit pronën të korporatës së investimeve, këto zonave të lira, këtë 1 euro që të merr ti gjithat biznes të madh, gjithat hapësirë të madh, gjithat pronat të madh me 1 euro. Reformën e arsimit që arsim s'kam në Shqipëri, të shëndetësisë zeza. Të pensioneve, i keni parë lajmet e fundit. Gjithçka, sidomos koncentrimin e kapitalit në pak duar dhe rrënimin total, falimentimin në emër të formalitetit ekonomisë. Dhe korrupsion si ky në Shqipëri s'ka parë bota, s'po flas pastaj për kanabisin, kokainën dhe heroinën. Të gjitha po ndodhin në këtë vend dhe ambasada amerikane është suporteri numër 1 i atyre që po e bëjnë Partia Socialiste, sepse ambasada amerikane njësoj si Sorosi është motra e madhe e Partisë Komuniste Shqiptare, që dikur u bë Partia Punës dhe më vonë ndroi emrin Partia Socialiste. Kjo është arsyeja e vetme që shqiptarët thojnë ambasadorja kineze. Se u kujtohet Kina. Kina që u bëni nanën gjithë shqiptarëve. Kina që e bëri këtë vend sipas modelit kinez. Sepse sa ishin rusët deri në 60-ën, këtu kishte perspektivë progresi kultural. Dhe kur ky prodhon progres kultural dhe arsimor, shkolluar, ndriçuar, absolutisht do prodhon antikorpe shoqërore që të çojnë se s'bën drejt demokracisë, dhe lirisë. Po jo, i rrënuam totalisht me modelin kinez. Sepse në atë kohë, çfarë bënte ambasada kineze në Tiranë? Prodhonte manuale si cillemi. Suportonte modelin e Lejfenit. Ai që ishte intelektual ndryshe, nuk shive me sy të mirë. Dhe Partia Komuniste Shqiptare shifte nga ambasada kineze. Si bëndojnë ata? Si bëjnë? Njësoj si Partia Komuniste Shqiptare sot në ambasada amerikane. Me titët manualet Sorosit që punohet sot nga ambasada amerikane, punosh manualet komuniste me ato të organizatave të rinisë në atë kohë, me Daci Baute e tjerë. Mua më kuptojnë shumë shqiptarë, po jam i bindur që më kuptojnë dhe ata që kanë qenë ambasador në Shtetet e Bashkuara Amerikës në Shqipëri, se janë të tretë fundit ekspert më të mirë çështjeve të Kinës. Pra dinë shumë çfarë po them. Prandaj shqiptarët thonë ambasadorja kineze. Nuk ka të bëjë me origjinën. Nuk ka të bëjë as me syt, nuk ka të bëjë as me ngatrime kulturale, por ka të bëjë me ngjashmërinë që ka marrë ambasada amerikane me ambasadën e Kinës kohën e komunizmit. Sepse kështu po sillet. Çfarë kanë shqiptarët që mendojnë gabim? Kush po e prodhon këtë perceptim? Kjo ambasadë. Si? Duke qenë motra e madhe të Partisë Komuniste. Siç ishte Partia Komuniste Jugoslave, siç ishte Partia Komuniste Sovjetike, siç ishte Partia Komuniste e Kinës. Ja më kaq e thjeshtë është. Pse kanë fajin shqiptarët? Sepse, siç argumentuam në fillim,
I që pak atë. Për shqiptarët, ashtu, për shqiptarët, Partia Komuniste e Kinës, Partia Socialiste e Shqipërisë, barabar, Ambasada Amerikane, Soros barabar, atëri gjitha barabar, po t'i shofësh, njësojnë gjanë. Kjo është e gjitha. Dhe si që ka thonë ai anglezi famshëm, që harrova që ka emrin, Dakun, ku e kam? Ka ik Daku. Ka hum Daku. E gjitha. Sepse, nëse ai duket si një rosak, noton si një rosak, dhe bën guak si një rosak, atëre ai është një rosak. Natën e mirë dhe mirupafshim.